Jena me zotin Robert Papa. Përshëndetje, zoti Papa. Përshëndetje. Si është pritur vendimi i administratës së Trump për shkurtimin e fondeve të Harvardit ose më saktë ngrirjes së këtyre fondeve? Është diçka normale në bazë të lëvizjes që ka bërë administrata Trump kundër wokizmit, transgender, LGBT dhe njerëzit po kuptojnë dhe po njihen që miliarda e miliarda dollar jepen dhe për universitete dhe kolegje që në fakt kanë me miliarda dollar tjera të mbledhur nga tuition, pagesat shumë të larta. Trump nuk do të tërhiqet. Nuk ka pse Harvard të vazhdoj të jetë kokfort sepse e provuan me Columbia University se 2 miliard dollar nuk janë pak. Natyrisht që ka një lloj përplasje, e majta është për lirin, për diçka sipërore me një fjalë, kurse Trump do të mbaj premtimin atyre që ka bërë në fushat. Kërkon të shkurtoj sa më shumë shpenzime, deri tani kanë shkuar 270 miliard nga Doge i Elon Musk, edhe pse premtoi 2 trilion, por ajo që mua më duket si diçka këmban alarm është që Kongresi ka mundësi të votojë shkurtimet 50% për Departamentin Amerikan të Shtetit. Do t'i qenë fondet që Departamenti Amerikan të Shtetit paguan për NATO-n, OKB-n dhe 20 organizata tjera ndërkombëtare, do të ketë shkurtime në personelin e ambasadave, në të gjithë misionet diplomatike. Ndërkohë, Rubio ka dërguar një email tek diplomatët që janë në departament në Washington, Foggy Bottom, por dhe jashtë brot, në qoftë se ka pasur qëndrime ndaj të krishterëve, nxiten të gjithë diplomatët në mënyrë anonime ose dhe me emër të bëjnë të njohura kush kanë qenë ata persona që kanë luftuar ndaj të krishterëve, jo vetëm departament, por dhe jashtë. Duket që politika e departamentit synon të shkojë djathtas, por është larguar një emër që pritet ishte një konservator Pete Marocco, i cili për 3 muaj ishte në departamentin Amerikan të Shtetit, personi mbahet si arkitekti i fushatës zoti Trump, nuk dihet do të kalojnë sistemin privat apo do të shkojnë në një post tjetër. E kuptoj. Thuhet se drejtuesve të universitetit, sepse kam përshtypjen që ka interes ende dhe kjo pjesë, është nisur një listë me 10 kërkesa. Cili është objekti këtyre kërkesave dhe mund të konsiderohet kjo si një sulm ndaj institucioneve arsimore? Sulm nuk është. Domethënë ti nuk mund të çbësh historinë e Amerikës, sepse këto universitete dhe i quaj major, domethënë ke disa lloj degësh që zgjedh janë me qindra dhe së shumti fatkeqësisht ka dhe teori realist marksiste. Tani gjithkush mund të thotë që pse jo, po në këtë vend të lirë të hedhësh balt ndaj Washingtonit, ndaj Jeffersonit, të kalosh në teori që realist socialiste në dëm të interesave kombëtare dhe ajo që thash wokizmi i theksuar, okay, ti mund të vazhdosh të mbash, mund të bësh çdo gjë se është private, por para federale nuk do të marrësh më. Sepse është një sasi shumë e madhe që kontrollohet nga burimet federale, tashmë qeveria federale drejtohet nga konservatorët, nga djathët, nuk janë radikalët e majt dhe nuk duan të prodhojnë njerëz që janë të indoktrinuar. Çfarë ndodhi? Kam pasur një zoom për para disa javësh me këta nga drejtuesit e tech company, kompanive më të mëdha. Kur e kuptuam ne që çfarë po ndodhte nëpër universitete, kur filluam të merrnim në intervista nga ata që ishin me A, A-ja është nota më e mirë 10, për vende të ndryshme pune, gjatë intervistave dilte qartë që kandidatët donin të na shkatronin ne, pronarët që i bernin për punë. Ishin me ide shumë sociale, shumë socialiste. Kjo duhet ndaluar. Niveli i universiteteve ka kohë që ka rënë. Është problematik, nuk janë siç janë për shembull universitetet në Europë. Pak deg janë ato që ti vë duart dhe mëson tamam, mjekësia, inxhinierit, ka shumë deg sociale të pakuptimta që në fakt fabrikojnë diploma që nuk gjejnë të tregu i punës. Vetëm këtu në shtetin e New Yorkut ku jam unë, 1 milion vet shkojnë çdo vit në kolegje. Nga këta 50% skartohen rrugës, por tregu i punës nuk është aq i madh për gjysmë milion vet. Natyrisht që gara, kompetitenca,
pagesat janë shumë të mëdha, por ndihmohet dhe këtu është drejt me community college, por kjo vjet prapë ndryshim se do nëse shkrihet departamenti i arsimit, kanë qenë disa bursa që jepeshin për njerëzit me të ardhurat të ulta. Të ardhurat të ulta në New York mendohet në $100,000 në vit. Por Trump është këmbgulës. E kuptoj. A rrezikojnë mendimet e Trump të sjellin pak kënaqësi të gjerë në popullate dhe lëvizje, po themi të reja kundër politikave që ai ka menduar t'i vërë në zbatim? Tani Amerika është ndarë, ashtu se në Shqipëri. Trumpi e di mirë. Trump nuk është si liderët e tjerë që kërkon ta mbajë mirë me të gjithë anët. Madje ai provokon. Më shumë që ta urrejë majta, më shumë e dashuron e djathta. 77 milion votat që ka marrë, duket se janë në unison me të, edhe mbas veprimeve të tarifave, mbas çdo veprimi që ai merr, ai e kontrollon thuajse 70% Partinë Republikane, nuk ka ndodhur asnjëherë, dhe mendon se do të hyjë në histori si një nga presidentët më të mëdhenj. A është një lloj gambling, kumari? Ai beson se do të jetë i suksesshëm. Në një bisedë që kam pasur me Bill O'Reilly, dhe kem fokus besoj mbas 2 javësh, Trumpi ka thënë shumë shpejt 2 lajme të mëdha të mira vinë për Amerikën. Nuk e di, mund të jetë Ukraina, paqja, por janë rreth 13 shtete që janë afruar për të bërë deal pazare, po t'i themi shqip, për tarifat. Ai beson se do të jetë në dobi të Amerikës, në dobi të ekonomisë amerikane, në dobi të familjeve amerikane. Kështu është besimi i tij. Edhe në pyetjet e fundit, zoti Papa, çfarë po ndodh me vendimin e Trump për të larguar të gjithë emigrantët nga Shtetet e Bashkuara? Ja, të gjithë nuk i largon dot. Trump ka këtë që nëse ti ke të dhëna kriminale, ti s'ke pse rinë këtë vend. Synimi është 1 milion vet. Ka edhe diçka tjetër, nëse ti ke marrë një urdhër për deportim. Unë njoh shumë shqiptarë që kanë marrë urdhër për deportim me 10 ose 12 vjet më parë, por ky shtet liberal nuk të bën të gjë. Teknikisht, gjithkush që është me urdhër deportimi mund të deportohet. Dje për shembull ishte një palestinez me origjinë i cili kishte 10 vjet këtu me green card dhe po shkonte atë që e quajmë ne dita e intervistës për në shtetësinë. E kanë arrestuar aty pikërisht organizmat që kryen arrestimet. Për personat që kanë marrë deportim, ju është ofruar një mundësi që largoni me dëshirë që të keni mundësi teknikisht riktheheni në Amerikë. Në qoftë se nuk bëni këtë, do të paguani një job rreth $1,000 në ditë, që është shumë e madhe, dhe mundësia për t'ju sekuestruar pronat, sepse njerëz që kanë nga 20 vjet pa dokumenta, pra që janë deportim, kanë krijuar pasuri, kanë bler shtëpi, kanë prona. Është problematike sepse këtu duam apo s'duam janë ata emigrantët që punojnë më shumë që e mbajnë këtë ekonomi. Janë rreth 14 milion që erdhën pa letra nga kohën e zotit Biden, po mundësia mund të jenë 20-30 milion. Ai synon të largojë 1 milion, ka të drejtë për personat që kanë të dhëna kriminale nga vendi nga kanë ardhur dhe kanë kryer krime në Amerikë, ata e kanë vendin në El Salvador. Në takimin që kishte dje me presidentin, u konfirmua edhe një herë, është bërë një pagesë $6 milion, do të dërgohen edhe në shtetas amerikan në burgjet e El Salvadorit. Kjo krijon probleme me gjykatat, megjithatë Trump edhe këtu nuk të riqet. Faleminderit zoti Papa që ishit me ne. Kënaqësi. Flasim për zhvillime në vend pas ngritësave